Flamur Noka tashmë njihet si krau I djathtë I Sali Berishës, sepse ka qenë suporti I liderit demokrat në momentet më të vështira të karrierës së tij politike. Ai është një figurë qendrore në Partinë Demokratike, por përtej kësaj, interesi për jetën private të Nokës gjithmonë ka qenë mjaft I madh, edhe pse deputeti demokrat ka mbajtur plotësisht hermetike jetën e tij private. Në rrjetet sociale, Noka nuk ka të postuar asnjë foto me bashkëshorten dhe fëmijët, sepse ai preferon që t'i mbajë ata larg vëmendjes së medias. Gjithsesi, ajo që dihet është se Noka jeton në një nga zonat më të mira të Tiranës, siç është Parku I Liçenit. Deputeti demokrat jeton në një apartament 190 metra katror të një pallati në hyrje të Liçenit. Në formularin e deklarimit të pasurisë, Noka ka shkruar se e ka bler me 800 euro metrin e apartamentit, ndërkohë që sipas agjencive imobiliare, çmimi në këtë zonë është mbi 4.000 euro metri. Në media thuhet se për shkak të kësaj blerje, për deputetin demokrat kanë filluar hetimet, por kjo nuk e ka penguar as pak atë të jetë aktiv në jetën politike. Edhe pse jemi mësuar ta shohim në parlament, duke debatuar dhe duke mbajtur qëndrime të forta, pak veta e din se Flamur Noka ka mbaruar studimet për mjekësi, e më pas është specializuar si mjek onkolog. Disa vite më pas, Noka ka hequr përparsën e mjekut dhe ka veshur kostumin e deputetit. Megjithatë, një detaj interesant për deputetin e ka zbardhur ish deputeti demokrat Dashnor Sula. Ai tha: "Kur unë isha në politik dhe bëja fushat për Partinë Demokratike, Flamur Noka ishte thjesht një punëtor skene që rregullonte skenat për të mbajtur ne fjalime. Pak a shumë ishte një punë hamallëkshe. Tani, nga punëtor skene, t'i japësh aq pushtet Nokës sa që ka dhënë Sali Berisha, kjo është një skandal I vërtet." Pas kësaj deklarate, ndjekësit u ndanë në dy grupe. Kishte nga ato që shprehin se të bësh punë krau e të kontribosh nuk ka asgjë të keqe, dhe të tjerë u shprehen se PD ka larguar nga partia figurat me vlera për t'i zëvendësuar me njerëz që nuk e meritojnë atë pozitë që kanë. Mund të lini mendimin tuaj në komente. A e ka merituar Flamur Noka vendin që ka sot?